Për ato që unë e njoh, për dhe politikisht e vlerësoj, ka të bëj me këtë qasjen angazhimi për me evitu zgjedhjet. Unë e shoh ma shumë këta, se sa diçka tjetër. Në vlerësimin tuaj, kur ti përbën çdo gjë që ti evitoj zgjedhjet? Takimet me liderët politik dhe gjetjen e vendosjen e parimeve që po angazhohemi për një emër sa më konsensual të mundshëm, edhe e dyta që nëse nuk e mbrim parën, e mbrim dytën është rrugë, është proces politik që provon me i evitu zgjedhjet. Kjo nuk do të më përkthejë në frikë politike. Sepse s'ka arsye me u përkthyer në frikë politike. Kjo po thuhet për para kurti, po insistoj edhe Ky ndryshim që ka ndodhur në qasjen e tij karshi proceseve të pritshëm politik, është angazhim me i evitu zgjedhjet. Dhe dera mbetet ande hapur. Por mos harroni se deri tash ne jena vonë proces. Zoti Kurti ka bërë veprime e para. Nuk ka pranu me bë zgjidhje të proceseve politike në pako. Sepse ka mujtë edhe qeverinë, edhe presidentin, edhe kuvendin me kry për 1 ditë, për 2 ditë, në marrëveshje me partitë politike. I ka bo hap mas hape, e ka konstituu kuvendin, mas ditë e ka bo qeverinë, e ka lënë presidentin ma vonë. Na jena vonë veç në zgjedhjen e presidentit. Këto ditë nuk po folet për emën të përveçshëm kush po bëhet i kandidum ose kandidati për president, po largohen emra pi tavolinës. Emra të përfolën po largohen. Vetëm i rashto ku Murat Jashari ka konfirmu që idealet dhe idealizmi i familjes Jashari për Republikën, për kombin, për atë dheun, nuk mund të preket për një post publik.